Pavarësisht se sa shumë janë ekspozuar argumentet antisemite që kanë qëndruar në themel të sionizmit protestant që nga shekulli 16 dhe sionizmit hebre që nga shekulli i 19, si dhe aleancat dhe bashkëpunimet që organizata sioniste ka kultivuar me antisemit që nga themelimi i saj në vitin 1897, prosionistët nuk lodhen kurrë së pohuari në mënyrë të rreme se është antisionizmi e jo prosionizmi ai që motivohet nga antisemitizmi. Ndërsa shumica antisionistëve, hebrejnë dhe jo hebrejnë, historikisht janë motivuar nga antikolonializmi, mbështetja për demokracinë dhe besime tradicionale ortodokse hebraike, disa antisionistë kanë shprehur vërtet antisemitizëm. Megjithatë, mbetet vërtet pa ekuivoke sot, ashtu si gjatë gjithë historisë së sionizmit protestant dhe hebre, se promovuesit kryesor të ideologjisë pro-sioniste, ndryshe nga përkrasit e antisionizmit, kanë qenë vazhdimisht antisemit. Theodor Herzl, themeluesi organizatës sioniste, u akuzua për antisemitizëm para dhe pas themelimit të saj në fund të shekullit 19. Antisemitizmi i tij nuk kundërshtohet nga studimet serioze akademike, përveç se nga ideolog pro-sionist.